Territori shqiptar për datën 18 mars 2025 parashikohet të përshkohet me kushte atmosferike të paqëndrueshme. Sipas parashikimeve, pritet një ditë me vranësira dhe rreshje shiu. Temperatura minimale do të jetë -5 gradë Celsius dhe temperatura maksimale pritet të jetë 12 gradë Celsius. Era do të frymë me drejtim nga jugperëndimi me një shpejtësi maksimale e cila do të arrijë deri në 15 metra për sekond, çka do të bëjë të krijojë ndërgëzime 2 deri në 4 ball. Ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale për disa nga qytetet kryesore të Shqipërisë do të jenë si vijojnë: Shkodër 3 deri në 10 gradë Celsius, Kukës -2 deri në 2 gradë, Peshkopi -5 deri në 2 gradë Celsius, Tiranë 0 deri në 11 gradë, Durrës 2 deri në 11 gradë Celsius, Kavaj 2 deri në 12 gradë, Elbasan 1 deri në 11 gradë Celsius, Berat 1 deri në 11 gradë, Korç -5 deri në 2 gradë Celsius, Vlorë 4 deri në 11 gradë, Gjirokastër -2 deri në 2 gradë Celsius, Sarandë 4 deri në 12 gradë.